Me vlat, kështu ne pa, Sa alhamdulillah. fëmijë ki? 3. Një vajzë ditë jem, vajzën e kam martu, jam baba bëgjish. Mashallah, për herë kanë baballak, se dhe në Kosovë. Babalak. Të kur dalatin he, alhamdulillah, edhe ditë jem e kam. Qikën e kam martu, edhe ditë jem e kam Muhammedin madhin, alhamdulillah, Allah inshallah, i ban ketë, Allah i vudhash atinve që s'ka ne vlat. Se gëzimi ma i madh. Se Allah të kujdo jap, kujdo si jap. Inshallah Allah i shpërnizon kretëve me vlat. Se kënaqësia më e madh, vladi është. Edhe vladi është edhe fitne, aman. Po. Si memi i edukon fëmijët në islam? Jo veç në islam, po në përgjithësi si i edukon. Ti jemi shembull për tjerë, doktor. Po. Pikës pari dush mi fol për islam, për namazin. Po, dush mi thonë për respektin e prindve. Që t'i kenë për rrugë të hajrit, që folin namaz një, t'i respektojnë nën e babë, shkojnë të rrugë të hajrit, të ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam, mos shkojnë në harame. E që ajo është, kënd në udhëzimi është veç në islam. Nëse në islam i e Keti ki. Po, merri dy udhat, një udhë e Allahut, një udhë i shejtanit. Merre këtë rrugë të Allahut pejgamberit, i e në hajër. Shkon shejtanit i e shkatrim. E kush e ndjek thot dy gjona, Kur'anin dhe Sunetin. Kur je në islam, si tham, i ki ket, po më kresorën e ki ahiret. Ahireti po. Aty s'ka fund. S'ka po. Nëse fiton xhenetin edhe më je fituesi i më i madh.